Aty ku e kam dyshimin, po nuk du të flasë. I kam 2 djemë, nuk du mi acaru ndaj kërkuj, i kam edhe vllaznit, kështu që unë jam shumë mirë në djeni edhe aje din që unë e di. Nëse ki ymë Zari Podrimçaku, ki me marrë vesh se doktor Afiri e ka kokën në rova të qëkës. Mu ka ndasht pare, edhe shukët e vetë kanë mytë. U qëkë edhe ke ka mytë. Edhe në kur që s'mojsha mjala dhe thesha, ju e keni marrë. Ju e dini ku e keni la. Nuk ka shantë. Më kanë torturu me shkop druri, si kur bishtat e lopatav që i punojnë kur jam gjisin lopatav, qasi forme ka qeni rumullakt, ka 1 metër e gjys. 4 inspektorë më kanë monë pytje, me radhë, 2 njëherë. As një vetën s'ka nej me mu. Se s'ja kishin besën njani tjetërin, që së mu gucin. Edhe më kanë mundu qash shumë, sa që kam qenë shumë gjendje tranë, edhe jam muaj edhe trupi. 3 ditë më kanë majtë në stacion, të më torturu, të marrë më pytje. Kur i kam bon 72 orë, më ka detyru me nënshkru një vendim, edhe më tha, tash po del prej burgu. U ka ora 1 natës. Tha, hajt del. Ma kanë lani revole atë natë, mi tavolin. Unë e disha që revolen ata nuk e lanë me fishek, po për më provoku mu. Edhe aty, kur më shtinen mi nënshkru 2 vendime, tha ti e kryve, del tash prej këtuhit. Tash nuk dal. Tha pse? Tash ora 1 natës, ma jep telefonin. Sa ta ishin djeni që unë i kam hallat, 5 hallat martune në Prishtinë. Edhe tash me jep telefonin të thiri dhonrën dhe djetë të merë. Kategorik, del, nuk dal. Tha pse dikur ju tregova. Thash pse nuk dal, thash pse kështu, thash ju ja keni ba edhe Gjevat Bylikbashit, thash kur e keni arrestu bashk me Gjemen, Gjem Binakun, thash i keni tortururan, thash edhe në fund, thash Gjema është liru ma heret, Gjevatin keni tentu, thash, mja bo një arrestim dytë, thash edhe më ka tregu që ja keni fut thesin në kuk, edhe keni dasht mja hu fijen. Thash kështu që, po, unë du me shku dhe këtë gruja jam, shko dhe thesha, këto janë objektet shtetit, muni me shku të lirë, unë e rri këtu. Tha nuk frigu është ti, thash ju. Nuk frigona. Tha e pejneve, apo frigu është? Thash ju s'kam që më frigu. I thejke kolegës vetë ka qenë njonit për i tyne, ja ku më ditemne ka pas brank një inspektor. Këtyne 3 tjerve nuk ja ku më ditë. Tha, kjo krejt budalic ko ka tha, as nuk pëdi, halja nuk pëdi tha ku artë, edhe ku ndurët kujna është. Thash jo jam të jedit, thash po, unë e kam një përdori shpesh një shprejhet basit adem, thash, që aje përdor, kur rafsha më so rafsha, thash, baba em ka fëmi bëdh, edhe unë i përkas shtetit. Thash, popullit i përkas. Kështu që thash, aj për mu, thash, edhe njerëzve jo thotë se unë këtë vajzja kun falë popullit. Thash e unë jam shumë mirë në gjarje. Vishturturat kanë qenë me drum, për flaksh. Herë më kanë lamë me një kam, më kanë lamë me qëndru, kështu që në asë një moment nuk më kanë lamë me flejtë. Kur e panë që unë nuk po dalë prej objektev të policisë, atë natën, atëherë e kanë vendosë një revolje mi tavolinë.
e kanë la, edhe kanë dalë, më kanë la vetën. Prap, kur u ba me mëngjes, më kanë marrë pyetje. Të mundu me nxjerrë prej meje, edhe nuk kanë mujt me nxjerrë për asnjë njeri asgjë. Mirë po, ata edhe njerëz të vetë kishin pas në Drenas, në përcjelljen time, se në gjitha familjet, pse ke qenë këtë familje, pse ke qenë këtu, sa që ajo rasti kur kam qenë Likoshan, kur më kanë pyet, tha, a është e vërtet, tha që motra Elmi Ahmetit, tha, kur orë prej Zvicre, ka thonë, me pas qenë front, nuk ishi vratë gjithë, tha, kur i ka vajtu fëmijën e vllaznive të vetë. Mu mbe fasoja, dhe i ky rast i dhimbjes për vllaznit e vetë, mi përqie udhbes, po këtë popullin tonë një pjesë që kanë bashkëpunu me ta, unë nuk di që shenin veten ata sot, që kanë qitë njerëz në kurtha, se edhe gjatë marrjes time në pyetje, merke, inspektore, kur nuk dike qka më pyet, e hapke fletoren, thërke në telefon, në Drenas, edhe folke në gjuhë shqipe aj, edhe kë serbisht, ja bajke, vazhdo. Te që tu pyet e i theke, dhe që tu mos e pyet. Unë janë dhe gjëj shazanin. Për që ton din theke, pyete për që tras që tu din, për që ton nuk din. E aty, kë rast më ka shoku. Aty ku e kam dyshimin, po nuk du të flasë. I kam 2 djem, nuk du me acaru ndaj kërku, i kam edhe vllaznit, kështu që unë jam shumë mirë në djeni edhe aje din që unë e di. Se as nuk i flas kur, edhe as kur nuk ri me ta, edhe as kur së më fletë. Në qytet me më pa, largë me më pa, ka me kalu rrugën tjetër rrugë për më frekontu me mu. Kështu që edhe për doktor Afirin, më kanë pyet shumë, gjatë qëndrimit në natë të dysh, ku e ki doktorin ma bajshin. Edhe une, kur një fjallë nuk ja kum lanë. E disha vetën ndekë, se s'ka mendu mo që këthejna në shpe. Ju e dini ku e keni la, ja u bëjsha. Ju e dini ku e keni la. Se e dishin që e kam edhe të fshatit, doktor Afirin, po e dishin që edhe ku më bashkëpunu me ta. Edhe ata mu përgjishin. Nëse ki mërdarje po Drimçaku, ki me marrë vesh se doktor Afiri e ka kokën në rova të qëkës. Mu kanë dasht pare, edhe shukët e vetë kanë mytë. U qëkë edhe ke ka mytë. Edhe në kur që s'mojsha mjala dhe thesha, ju e keni marrë. Ju e dini ku e keni la. Nuk ka shantë